është i rëndësishëm pastrimi i lëkurës me një larës vajor. Si fillim, larësi vajor do të pastroj make-upin tuaj më mirë se sa vetëm duke përdorur një larës ujor. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë, shikoni se sa mirë do ta shkri make-upin ky larës vajor me sekonda. Larësi vajor pastron pikat e zeza, pikat e bardha. Arrin të pastroj poret nga çdo lloj krem dielli që ju mund të vendosni dhe t'ju bllokoj poret. Pastron yndyrën e tepërt nga lëkura pa hequr vajin natyral të lëkurës. Dhe si ju thash, pastron poret e mbyllura në mënyrë perfekte. Pasi keni mbaruar së pastruari lëkurën me një larës vajor, mund ta lani atë direkt me një larës ujor. Pas përdorimit të larësit vajor, fytyra juaj do të ndihet shumë e butë, pra ky nuk e ashpërson lëkurën tuaj, poret tuaja nuk do të jenë të bllokuara dhe nuk do të keni më as pikat e zeza. Dhe nëse vendosni make-up çdo ditë, kjo është mënyra më e mirë për të pastruar make-upin dhe sidomos kremin e diellit nga poret tuaja.